Nga zbrasta të pallateve të sportit, jahona e topit që prek parketin duket më fort se çdo broritje që dikur mbushte sallat sportive. Aty ku vite më parë tifozët ngrihen në këmbë për çdo pikë, sot mbizotron një heshtje që të kujton se diçka ka humbur. Lidhet edhe pak me sistemin kjo, se njerëzit në atë kohë atë satisfaksion kishin. Ndiqnin sportin, artin po themi. Se tani ka shumë gjëra, shumë sporte, shumë televizion, shumë mundësi. Ka ndryshuar gjithë sistemi, në kuptimin që pasi ka hyrë teknologjia, telefoni, demokracia, në kuptimin, po aman sporti ka një peshë dhe një rëndësi të jashtëzakonshme në gjithë vendet e botës. Kemi shkuar në Itali dhe në Kosovë, dhe ka më shumë interes se sa kene. Derbi voleybollit mes Partizanit dhe Tiranës dikur ishte një festë sportive. Tribunat mbusheshin plot dhe çdo goditje në rrjet shoqërohej me britma, emocione dhe rivalitet. Ka ndru kohët. Ne në derbet e atëhershme që kemi pas fatin të luajmë kundër Dinamos në ndeshje ndërkombëtare, që Dinamo ka qenë në 4-shet e Evropës, ne në 8-shet e Evropës. Ne kishim tjetër grind, tjetër kuptim për sportin, ndonë se ishim me një pjatë supë. Ndërsa sot të marrin, sa që merr një zëvendësministër, rrogë, sa një drejtor i përgjithshëm drejtorie, që janë mbi 1 milion e sa, asë nuk e qajnë kokën për këtë punë. Është fatkeqësi që ndodh kjo gjë. Kjo ka shkar kohë mas kohë, dhe tani ka ardhur fundi. Dhe unë e shoh që ne nuk kemi më element të ri, përderisa përpërlitemi të gjitha skuadrat, kemi nga 4 lojtarë të huaj, 3 dhe 4 lojtarë të huaj, tregon që nuk ka më masivisht lojtarë të ri, nga fëmijët, nga para të rinj, nga të rinjt. Kam fatin e madh që t'i kam përjetuar dhe t'i kem lozur të dyja derbet. Gjykoj që atëre vetëm një sport ishte, volejboll, futboll, dhe vinin të gjithë njerëzit, vinin shikonin mbusheshin, salla sportive mbusheshin plot. Më vjen keq që një krah i kësaj salle është bosh. Unë gjykoj që shikoni me këtë intervistë i pëjthirje dhe i sportazhve. Volejbolli është sport elitar, është sport emocional, nuk ka vetëm futboll, ka dhe volejboll. Ju lutem, hajdeni në përsalla, sepse duke parë volejboll, shikoni një sport që është me të vërtet një sport intelektual. Ishte një nga ato ndeshje që nuk ndiqej vetëm për rezultatin, por edhe për atmosferën që krijoi në qytet. Normalisht edhe Tirana nuk është pa tifoz, dhe Partizani nuk është pa tifoz. Por është kjo, jemi të varfër në një infrastrukturë. Po nuk vun dorë që të bëjnë urgjentisht salla dhe pallate, sporti do të zhduket. Dhe do të dëgjoni këto llavët e mia se fëmijët nuk kanë pik interesi të vinë më në sport. Derbet janë gjithmonë derbe, sidomos Partizani, Tirana, Dinamo, Tirana do të them, të thyej Dinamo në vitet 80 ishte një sukses i madh.
mohuar vlerat dhe të kolegëve tanë që punojnë heroikisht në voleybollin shqiptar, sepse jemi ne që ekziston ky voleyboll. Jemi ne që sakrifikojmë shumë gjëra nga jeta jonë që mbajmë gjallë të sport. Duartrokitjet janë të pakta dhe zërat humbasin në hapësirën e madhe të sallës. Mësohemi gjatë gjithë vitit me një publik tepër të vogël edhe kur vjen puna tek finalet ose ndeshjet decisive, kur shohim një publik më të madh, stepemi dhe ne se nuk jemi mësuar. Duhet bëjmë thirrje nga ana juaj, nga mediat, që publiku të vijë paktën, nuk po them çdo ndeshje, se mbase nuk kanë mundësinë, edhe zgjedhin edhe rrugën më të shkurt kur i transmeton televizioni për ta ndjenë nga shtëpia, por që publiku është shumë suportues. Tifozët e Partizanit duhet të rikthehen në shkallët e pallatit sportit, sepse ne lojtarët e vuajmë atë pjesë. E vuajmë se shohim në pallat sportit vetëm familjarët tanë, nuk shohim tifozët e Partizanit që të mbështesin qoftë ekipin e femrave dhe qoftë të meshkujve. Ato duhet të rikthehen. Ne po bëjmë një voleyboll shumë të mirë. Voleybolli është shumë i hidhur nëse ti fle gjumë edhe mendon që e ke fituar përpara kohë. Kështu që për këtë arsye punojmë ditë për ditë maksimalisht edhe të vazhdojmë me trofet. Derbi luhet, por pa atë emocion që e bënte të veçantë. Në radhë të parë është ambicia. Tani edhe Tirana edhe Partizani janë dy rivalet përjetshme në voleyboll, të dyja kanë ambicia për dalë kampion. Sporti ky është, niveli ky është në Shqipëri, kaq skuadra jemi dhe nuk është se mund të mbajmë edhe atë rivalitetin e jashtëzakonshëm që po kalon nga njëra skuadër ke tjetra dhe nuk flet me kundërshtarët.